Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Personat që konsumojnë vezë të zjera çdo mëngjes duhet ta dinë këtë sekret. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë në vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Në këtë video do ju njohim me përfitimet shëndetësore të vezës së zjerë dhe ndikimin e saj në organizëm. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrrat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë një e mirë e shëndetit dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për nivelin e kolesterolit. Sipas të dhënave, ngrënia e vezës së çdo mëngjesi, pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore, ju ndihmojnë gjithashtu në humbjen e peshët. Vezët janë të pasura me yndyrra të mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrrave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyrra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë të pasura me proteina cilësore. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve. Por mbi të gjitha, proteina ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë struktura të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti i syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme të veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës. Mbron membranën, ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Për kocka të forta. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Vezët e zjera mund të kombinohen në forma të ndryshme, por nëse i konsumoni vazhdimisht çdo mëngjes, atëherë do të keni cilësinë më të mirë të tyre në dietën tuaj. Vezët e zjera janë një nga zgjidhjet më të mira për shkak të elementeve ushqyes që duhet të jenë pjesë e pandare dietave të përgjithshme. Ato ofrojnë proteina me cilësi të lartë dhe do ju ndikojnë pozitivisht për organizmin tuaj. Vezët konsiderohen gjërësisht një burim i vlefshëm i proteinës cilësore. Proteinat janë bloqe ndërtuese të jetës, thelbësore për fuqinë dhe riparimin e muskujve dhe të indeve. Me një vezë të vetme do të përmbani rreth 6.3 gram proteinë. Avantazhi i fuqishëm i proteinës në vezë lidhet me faktin se vezët përmbajnë 9 aminoacide thelbësore, në sasi të mjaftueshme për të mbështetur rritjen e efektivitetit të muskujve dhe riparimin dhe mirëmbajtjen e tyre. Vezët do të përmirësojnë nivelin e kolesterolit të mirë në organizëm. Vezët ndihmojnë në rritjen e nivelit të lipoproteinës me dëndësi të lartë ose kolesterolit të mirë, siç njihen zakonisht. Dhe kjo është një arsye pse vezët kanë gjetur edhe efekte të mira në shëndetin e zemrës. Edhe lipoproteinat me dëndësi të ulët ose kolesterol i keq që mund të rrezikojnë shëndetin e zemrës. Vaktet e pasur me yndyrë të ngopur dhe yndyrë trans, siç janë ushqimet e skuqura thellë, janë fajtorët kryesorë kur bëhet fjala në rritjen e nivelit të rrezikut të kolesterolit LDL. Vezët ofrojnë një burim shumë të madh të vitaminës D. Të verdhat e vezëve janë një pjesë e vogël e ushqimit që përmbajnë në natyrë shumë vitaminën D. Dhe me gati 1/4 në të gjithë të rritura australianë që vuajnë nga mungesa e lehtë ose e moderuar e vitaminës D, në rastin e vezëve është edhe më e fuqishëm. Një proces me 2 vezë siguron 82% të marrjes së rekomanduar të ditore të vitaminës D. Vezët janë gjithashtu të mira dhe mbështesin shëndetin tuaj mendor. Një dietë e ekuilibruar mund të shkojë drejt mbështetjes së reduktimit të stresit dhe praktikave më të mira të shëndetit mendor, duke reduktuar ndikimin e simptomave dhe duke optimizuar performancë më të mire. Kur bëhet fjala në përfitimet e forta të vezës, kombinimi i vitaminës B2, B12, kolinës, hekurit dhe tripofanit janë të gjitha të lidhura me ndërtimin e reduktimit të ankthit. Vezët ndihmojnë në rritjen e marrjes së lëndëve ushqyese për plakjen e shëndetshme.
janë një burim i arritshëm ekonomikisht dhe të lehta për të përfshira në dietën tuaj. Vezët përmbajnë antioksidantë të dobishëm për shëndetin e syve. Vezët përmbajnë një sër vitaminash dhe mineralesh duke përfshirë vitaminën A, vitaminën E, selen, të cilat veprojnë si antioksidantë të rëndësishëm në mbështetjen e shëndetit të syve. Funksionet e retinës dhe ndihmojnë kundër problemeve të shikimit, degenerimit me kalimin e moshës e të tjera. Vezët janë të pasur me antioksidant lutein dhe zeakantin, të dyja këto luajnë një rol mbrojtës në reduktimin e rrezikut të disa sëmundjeve të syrit, duke përfshirë kataraktin dhe degenerimin makular të lidhur me moshën. Studimet kanë treguar se këta antioksidant gjithashtu absorbohen më mirë nga trupi nga vezët dhe burimet të tjera alternative. Vezët janë një burim i mirë i omegës 3. Omega 3, llojet të veçanta të acideve yndyrore të pangopura, yndyrnash esenciale luajnë një rol të rëndësishëm në mënyrën se si funksionojnë membranat tuaja qelizore, nga shëndeti i zemrës deri te truri dhe mbrojtja e syve tuaj. Duke qenë se trupi juaj prodhon një sasi të kufisuar të omegës 3, është e dobishme edhe konsumi i tyre në mënyrë të mirë. Përfshirja e vezëve në dietën tuaj duhet të bëhet me moderi, në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre edhe falë yndyrnave cilësore që përmbajnë. Një vezë e sjerë përmban rreth 5 gram yndyrë. Yndyra është një komponent i rëndësishëm që merret nga vezët e zjera. Për shkak se yndyrnat janë të rëndësishme për organizmin, vezët e zjera do të ofrojnë yndyrë të cilësisë së lartë, të cilat do të ndikojnë drejt për së drejti në organizmin tuaj dhe do të sjellin gjithashtu përfitime të tyre unike. Omega 3, lloji i yndyrës që gjendet te vezët, gjithashtu është një nga mënyrat se si vezat do të ndikojnë në përfitimet e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Disa njerëz duhet i konsumojnë me patjetër vezët në dietën e tyre të përgjithshme, duke ditur edhe rëndësinë e vitaminës D që ato kanë. Një vezë përmban më shumë se 10% të konsumit ditor të vitaminës C që i duhet çdo njeriu, e cila është veçanërisht e rëndësishme për të marrë gjatë dimrit. Vitamina D është faktori i nevojshëm për absorbimin e kalciumit, duke ndikuar në shëndetin e dhëmbëve dhe të kockave tona. Ajo zvogëlon rrezikun e disa sëmundjeve kronike si diabeti tipi 2 e të tjera. Një vezë e zjerë përmban 60 gram proteinë, duke bërë atë një vak të përkryer në zbutjen e problemeve tuaja pas tërvitjes. Edhe pse një vezë përmban rreth 80 kalori, vezët rrisin ndjesinë e ngopjes dhe ju ndihmojnë të humbisni në peshë për shkak të përmbajtjes së saj të proteinave dhe profilit ushqyes të lartë të tyre. Përfshirja e vezëve në dietën tuaj do ju ofrojë gjithashtu edhe shumë proteinë të shkëlqyer. Ato janë të larta në vitamina dhe minerale të ndryshme përfshirë vitaminën A, B, B12, D, jod dhe folat. Të vegjëlit duhet të hanë një vezë në ditë. Vezët janë të pasur me hekur folat, proteina, acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë në rritjen e qelizave dhe zhvillimin e trupit dhe plotësimin e kërkesave të tyre ditore për proteina. Një rritur tipik i moshuar mund të hajë 7 vezë në javë. Forca e kockave bie me kalimin e moshës dhe vezët përmbajnë vitaminën D, e cila ndihmon trupin të përthithë kalciumin për shëndetin e kockave. Të verdhat e vezëve përmbajnë antioksidant, lutein dhe zeakantin, të cilat reduktojnë rrezikun e formimit të kataraktës dhe degenerimit tuaj makular. Përfshirja e vezëve në dietën tuaj do të jetë gjithashtu edhe me përfitime të larta unike për shëndetin e përgjithshëm. Zjerja dhe skuqja e vezëve i pajisë organizmin me 60 gram proteinë, si dhe vezët e zjera ofrojnë edhe përfitime të mira të kalciumit, fosforit dhe mineraleve të rëndësishme për shëndetin e kockave. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë, pa u shqetësuar shumë për nivelin e kolesterolit në trup. Sipas të dhënave shkencore, ngrënia e vezës në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore ju ndihmon në humbjen e peshës. Vezët e zjera mund të kombinohen me sallatë, me spinaq, me patate, me pulë, me peshk, si një element i domosdoshëm i ushqyerjes së shëndetshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.